Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Ju ftoj të njihni me zhvillimet dhe ngjarjet e ditës së sotme përgatitur nga Departamenti i Informacionit e nisim fillimisht me titujt kryesor. Partia Demokratike depozitoi në Kuvend kërkesën për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Kreu i grupit Gazmend Bardhi pretendoi disa shkelje të rënda të kushtetutës, përfshirë edhe një penale për të cilën paralajmëroi kallëzim në SPAK. Në një reagim, kreu i shtetit i quajti akuzat të pavërteta dhe i kërkoi Kuvendit i hetojë me transparencë. Partia Socialiste prerë presidenti nuk shkarkohet. Presidenti i Republikës Bajram Begaj i kërkon zyrtari gjykatës kushtetuese të shpallmos kompetencën për shqyrtimin e dekretit të tij të 1 tetorit dhe të rrëzojë padinë e bërë nga avokatët e kryebashkiaku të shkarkuar Erion Veliaj. Presidenti kërkon që kjo gjykatë të caktojë menjëherë një datë re për zgjedhjet në Tiranë. Në parashtrimin për rastin që pritet të shqyrtohet në fund të tetorit, presidenti e konsideron antikushtetues vendimin e gjykatës. As kauza për drejtësinë ndaj shkrerëve të UÇK-s nuk e bën bashk politikën shqiptare. Socialistët do të mbështesin protestën e thirrur të premten pas ditën në Tiranë, organizuar nga veteranët e luftës, ndërsa nga Partia Demokratike ftesa e tyre u refuzua me argumentin se s'mund të jenë krah Ramës. Heshtje në qeverinë e Kosovës, ndërsa presidenti Osmani thotë se lufta UÇK-s ishte e drejtë. 120 monopatina të cilat u sekuestruan nga policia pas vendimit për ndalimin e përkohshëm të tyre pas 30 ditësh do të jenë sërish në duart e pronarëve. Policia rrugore u tha një grupi aktivistësh që protestuan pranë komisariatit se për të tërhequr monopatinat duhet të paraqesin një vërtetim pronësie qoftë ajo fatura e blerjes. Shpejt pritet të dalin edhe rregullat e reja të përdorimit të këtyre mjeteve. Banka e Shqipërisë i proposon Ministrisë së Ekonomisë saktimin e një tavani për interesat e kredive konsumator nga institucionet financiare jo banka. Sipas Bankës Qendrore, kjo masë, e cila duhet të bëhet pjesë e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorit, do të përgjysmojë interesat që aplikohen. Procesi i dorëzimit të trupave të pengjeve izraelite nga Hamas, i cili thotë se do të dorëzojë trupat e 5 pengjeve të tjerë të vrarë mbrëmjen e sotme. Izraeli akuzoi se 1 nga 4 trupat e dorëzuar më herët i përket një palestinesi, por Hamas i mohoi duke pretenduar se është i një ushtari izraelit. Presidenti amerikan Trump e paralajmëroi Hamasin se nëse nuk qarmatoset, atëherë SBA do ta bëjë me dhunë. Federata Shqiptare e Futbollit ha procesin e aplikimeve për rezervimin e biletave për ndeshjen e fundit kualifikuese të botrorit Shqipëri-Angli që do të luhet në stadiumin e Rëndbenia më 16 nëntor. FSHF njofton tifozët se aplikimi bëhet përmes platformës ibileta.al, më pas do të jetë sistemi që do të bëjë përzgjedhjen dhe më pas do të vijohet me procesin e blerjeve. Ndalemi më gjërësisht e nisi me zhvillimet politike. Partia Demokratike këtë të mërkur ka dorëzuar zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Republikës Bajram Begaj. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi ka thënë se presidenti ka shkelur rënd kushtetutën dhe paralajmëroi po ashtu edhe një penale në SPAK për të. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi dhe përgjigja nga ana e Partisë Socialiste duke thënë shkurt, qartë dhe prerë. Presidenti nuk shkarkohet. 7 shkelje të pretenduara të kushtetutës numëroi Gazmend Bardhi teksa njoftoi depozitimin e një kërkese për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj. Për kreun e grupit parlamentar të PD-s, shkelja e parë rënd lidhet me dekretimin e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë Tiranë. Ka dekretuar zgjedhje të pjesshme vendore në Bashkinë e Tiranës, pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në asamblen e përgjithshme të Partisë Socialiste. Kërkesa e presidentit në kushtetuese për sqarimin e mandatit të antarëve të kësaj gjykate, dekretimi i diellës ministre, dekreti i ligjit për komisionet hetimore, apo edhe akuzat se e lejoi përfshirje të trupës diplomatike dhe e kabinetit të tij në zgjedhje, për Partinë Demokratike janë arsye që Begaj të mos jetë më kreu i shtetit. Akuza më e rëndë që Bardhi hodhi në drejtim të Begajt ishte një çështje për të cilën tha se do të kërkojë dhe hetim nga SPAK. Ka krijuar një gjendje permanente konflikti interesi që cënon konkurrencën e lirë në treg,
duke i dhënë përfitimet e të gjitha prokurimeve publike të institucionit të Presidentit e Republikës në fushën përkatëse kompanisë private ku është punësuar, i dyshuar në mënyrë fiktive dhe të dhëna ndodhen në kërkesë djali i tij pas emërimit të zotit Begaj si President i Republikës së Shqipërisë. Begaj, sipas kreut të grupit parlamentar demokrat, meriton të shkarkohet edhe pse sipas tij denigroi institucionin pasi duke qenë në detyrë ka marrë rroga si konsulent në një klinik private dhe si pedagog në Akademinë Ushtarake. Por pa u mbushur ende ora e depozitimit nga Partia Socialiste, erdhi përgjigjja e prerë. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Shkarkimi i Presidentit të Republikës sipas nenit 90 të Kushtetutës së vendit bëhet vetëm për shkelje të rënda të ligjit themelor dhe për kryerjen e një krimi të rënd. Propozimi për shkarkimin e presidentit bëhet nga të paktën 35 deputet dhe duhet miratuar në seancë plenare nga të paktën 94 vota, por shkarkimi eventual nga kuvendi në të gjitha rastet i dërgohet gjykatës kushtetuese, e cila është ajo që vërteton fajsinë dhe deklaron shkarkimin nga detyra. Presidenti Bajram Begaj ndërkohë ka reaguar menjëherë pas akuzave nga ana e Partisë Demokratike dhe kërkesës për shkarkimin e tij. Në një deklaratë për mediat, ai quajti akuzat të pavërteta. Presidenti i Republikës pret që parlamenti të hetojë rreth tyre me profesionalizëm dhe transparencë të plotë. Kjo nuk duhet bërë si obligim ndaj postit të lartë të kreut të shtetit, por si detyrim ndaj të vërtetës dhe interesit të publikut, thuhet në reagim. Begaj nuk jep komente mbi punësimin e të birit në një kompani që sipas akuzave nga Partia Demokratike merrte tender nga presidenca dhe as mbi pretendimet për përfitimet e tij nga një spital privat. Presidenti i Republikës nuk komenton nismat politike të asnjërs palë sepse një gjë e tillë nuk përputhet me neutralitetin e funksionit të lartë kushtetues. Presidenti i Republikës ndjehet i obliguar të përgjigjet parlamentit me gjithë seriozitetin dhe ndershmërinë që imponon kjo procedurë, thuhet ndër të tjera në reagimin e presidentit. Ndërkohë, pezullimi i dekretit të presidentit Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme lokale në Tiranë ka çuar në përplasje institucionin e vet presidencës me gjykatën kushtetuese. Presidenca pezullimin e dekretit nga ana e presidentit e quan arbitrar dhe kërkon që të shpallë datën për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë. 6 ditë pasi gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e Bajram Begajt përmes të cilit ai shpallte 9 nëntorin datën e zgjedhjeve të reja në kryeqytet pas shkarkimit të Erion Veliajt nga Këshilli i Ministrave, presidenca i kërkon kushtetueses ta heqë pezullimin dhe ta ridërgojë Tiranën në votime. Në parashtrimet që presidenca i dërgon gjykatës e quan antikushtetues dhe arbitraritet vendimin e gjyqtarëve për të pezulluar dekretin. Nuk ka asnjë shpjegim logjik dhe të arsyeshëm që të bind palët e përfshira për faktin e pse gjykata kushtetuese ka injoruar tërësisht aktet zyrtare të disa organeve shtetërore dhe qëndrimin e tyre të qartë se shkarkimi nuk bëhej në bazë të nenit 115 të kushtetutës, por në bazë të nenit 62 të ligjit numër 139 fraksion 2015 dhe kanë zgjedhur të marrë përsipër kompetencën, pa analizuar bazën ligjore të shkarkimit dhe pa e dokumentuar këtë analizë. Gjykata kushtetuese ka kapërcyer kufit e kompetencave që i njeh kushtetuta. Ky vendim i mbledhjes së gjyqtarëve është antikushtetues dhe duhet korrigjuar menjëherë. Kushtetuesja thot presidenca nuk ka asnjë tagër mbi dekretet e Begajt. Gjykata kushtetuese ka pranuar të shqyrtojë një akt administrativ mbi të cilin nuk ka jurisdiksion. Ky është arbitrariteti pa tolerueshëm për një sistem që vepron mbështetur në parimet e shtetit ligjor. Ekipi ligjor i presidencës shkon edhe më tej duke thënë se kushtetuesja mund ta kishte pezulluar vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt e në këtë mënyrë vlera e dekretit do të shuhej pasi nuk do të kishte vakancë. Nuk ka asnjë shpjegim të arsyeshëm e të logjikshëm për faktin pse gjykata kushtetuese nuk ka vendosur sot e kësaj dite pezullimin e VKM-s numër 539, datë 25 shtator 2025, për të cilin vlerësonte se është kompetente, por ka vendosur pezullimin e një akti të presidentit të Republikës, që rrjedh nga VKM-ja numër 539, datë 25/9/2025, për të cilin e qartazi nuk ka kompetencë.
Motivi që e ka çuar gjykatën kushtetuese drejt këtij vendimi, presidenca thotë se është i pashpjegueshëm, duke ngritur pretendimin se po synon të krijojë konflikt kushtetues. Motivi që e ka shtyrë gjykatën në këtë sjellje është i pashpjegueshëm me arsye që pranohen nga logjika. Më 9 tetor, gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e Bajram Begajt për zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Vendimi kushtetueses erdhi pas ankimimit të Erion Veliajt, i cili kërkoi që dekreti i presidentit të shpallej i paligjshëm pasi shkarkimi i tij është një çështje në duart e kësaj gjykate. Më 31 tetor, gjykata kushtetuese do të mbajë seancën e parë publike për të shqyrtuar shkarkimin nga detyrat e Erion Veliajt nga qeveria me propozim të Këshillit Bashkiak. Flasim për një tjetër kërkesë për shkarkim nga opozita këtë radhë për kryeparlamentari Niko Peleshi, e cila është diskutuar në Këshillin e Legjislacionit. Partia Demokratike thotë se ai nuk ka shkelur vetëm rregulloren, por edhe kushtetutën. Majoranca i Demokrat duke thënë se parlamenti nuk mund të mbetet peng i kaosit duke mos u kaluar në votim. Drejt seancës plenare, opozita dhe majoranca pritet të shkojnë me 2 raporte të ndara për shkarkimin e Niko Peleshit. Demokratët insistojnë që Peleshi ka kryer shkelje të rënda jo vetëm të rregullores, por edhe të kushtetutës. Zgjodhi të vinte interesin partijak të majorancës përkundër interesit qytetarëve, duke e drejtuar seancën në një mënyrë që jo vetëm provokoi dhe dhunoi të drejtat e opozitës parlamentare, por duke shkaktuar në mënyrë artificiale ngjecje dhe ngërçe në këtë seancë, që kam pasur përdorur si pretekst për të mohuar debatin parlamentar. Por për socialistët nuk ka asnjë moment kur Niko Peleshi të ketë shkelur rregulloren, ndërsa në rastin kur ai kaloi në votim pa u bërë diskutimi për programin e qeverisë, Partia Socialiste thotë se kreu i kuvendit ka detyrimin të gjejë mekanizmin zhbllokues për të çuar deri në fund votimin. Dhe vendimari nuk mund të rri peng i kaosit parlamentar. Aty u votua, u dëgjua opozita, u prish seanca, që e pamundur, nuk mund të thuhet që për shkak se pamundsohet zhvillimi normal i seancës, duhet të ngrihet një proces kaq i rëndësishëm që është formimi i qeverisë. Ktu do ta ekspozonim vendin në rreziqe më të mëdha. Ka ndodhur një herë që për shkak të cënimit të rendit në kuvend, kuvendi u zhvendos diku tjetër dhe mbledhja u quajtë rregullt. Ka ndodhur në vitin 2006, mos gaboj. Ju bëni çfarë doni në atë sallë. Po nga përvoja ime, askush nuk ka fituar nëse ka tentuar ta përmbysjet. Raportet e 2 palëve nuk u miratuan në Këshillin e Legjislacionit, pasi Partia Demokratike kërkoi më shumë kohë për t'u njohur me argumentet e socialistëve, ndaj para se të shkohet në seancë plenare për të votuar apo jo shkarkimin e Peleshit, legjislacioni do të mblidhet sërish. Komisionet për reformën territoriale dhe atë zgjedhore, të cilat pritet të ngrihen nesër në Parlamentin e Shqipërisë, kanë çuar në përplasje majorancën dhe opozitën sot në konferencën e kryetarëve. Partia Demokratike nuk e jep konsensusin, për to shkak për konflikt bëhet një karike rezervuar për një deputet të Partisë së Tomdoshit, të cilin Partia Socialiste e konsideron opozit, por që për demokratët prish skemën e barazisë reale tek reforma elektorale. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale nuk nisin me këmbë të mbar. Kuvendi ngrek të enjte 2 komisione të posaçme, të cilëve ju jepet nga 9 muaj kohë për të përmirësuar ligjet elektorale dhe hartën administrative. Në konferencën e kryetarëve, PS dhe PD nuk gjetën dakordsi, dhe ato që do të vendosin në parlament do të jenë votat e socialistëve. Nesër do të ngrihet reforma zgjedhore, të shpresojmë që do të ngrihet me konsensus. Ndasia më e madhe është tek reforma zgjedhore, ku Partia Socialiste propozon një formulë ku 2 partitë më të mëdha të kenë nga një bashkëkryetar, ndërsa PS-ja ka 8 anëtar dhe 8 të tjerë u takojnë partive të tjera. Këtu një vend i rezervohet Partisë së Tomdoshit, që për PD-n prish barazinë reale në komision, sepse PSD-ja historikisht ka votuar për Ramës. Të barabartë edhe në numër, edhe në të drejtën e vetos, dhe që është garancia më e madhe që 2 partitë më dha kanë, por përse duhet i përjashtojmë në këto partitë e vogla nga reforma zgjedhore? Kërkon të imponoj opozitës partinë e Tomdoshit si parti e opozitës. Nuk kam asnjë kompetencë të vë në dyshim rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ndërsa nga njëra anë bëjnë se kur japin barazin në komision mes
mazhorancës dhe opozitës, nga ana tjetër na diktojnë dhe se kush është opozita. Pretendimin për barazi të plot demokratët e kanë edhe për reformën territoriale. Kërkesa jonë ka qenë barazi, ruajtja e traditës parlamentare. Si për reformën territoriale, ashtu edhe për atë zgjedhore, me votat e PSD-s, socialistët mund bëjnë çdo ndryshim të mundshëm. Debati nëse Partia Socialdemokrate është mazhoranca apo opozit është zhvilluar edhe më herët. KQZ-ja dha një interpretim final se edhe pse nuk ka ndonjë marrëveshje qeverisëse mes Ramës dhe Doshit, fakti që PSD-ja ka votuar pro qeverisë dhe buxheteve vjetore të shtetit e konfirmojnë atë si parti majoritare dhe jo opozitare. Një ditë pasi raportoi përpara Komisionit Parlamentar të Ligjeve, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpërsuar gjuhën në drejtim të kreut të SPAK Altin Dumani. Ai akuzoi si armik të pluralizmit politik dhe që arreston liderët e opozitës, ndërsa në radhët e zyrtarëve të partisë të ai godet vetëm për llogaritë të Edi Ramës. Ti je një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Je një bastard, një arnit qelë në lojnë të ndam, të apo jo. Kemi arrestu apo kemi bërë 35 zyrtarë. 3 lider të partive kryesore opozitare. 3 lider. As një zyrtar të partisë krimit. Erion Velin e arrestoi Edi Rama. E arrestuat për llogaritë e Edi Ramës. Ate e ka marrë vesh tani çdo njeri. Disa herë u bë gati të tikte Klevi Sevura re unë që ai po bëj gati të largohej se nuk e përballoj dot të vërtetat e verbonin am thap. A e dini ju sa padi janë bërë në sa kemi xhuar në skap? Mbi 100 vetëm për zgjedhjet. Ky ignorant i turpshëm. Po të lexoj raportin, çfarë thot raporti ndërkombëtarëve që me të parin. U përdorën thot resurset shtetërore në kundërshtim me ligjin për votat. S'ka rëndësi kjo, se partia ti, si pas ti, ka drejt të bëjt të gjitha këto. Sepse vetë është i marrur peng. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa i pandehur për çështjen sa SPAK la për të kuptuar se kishte ndjekur nga qelia raportimin e gjatë të kreut të SPAK Altin Dumani ditën e djeshme në Kuvend. Gjatë seancës parapranke në gjykatën e posaçme, ku akuzohet për abuzim me fondet e Bashkimit Evropian kur drejtonte sa SPAK, Beqa i tha se nga ajo që dëgjoi nga Dumani, krijoi bindjen se SPAK e akuzon për korrupsion pasiv të funksionarit të lartë sa për statistikë. Me sa duket SPAK-u t'i mungonte në statistika hetimi i funksionarëve të lartë që shpërdorojnë fondet të BE-s. SPAK vijon me vetën, ndërsa inspektorianti i lartë i drejtësisë Fregjum mësohet të jetë shprehur Beqaj në seancën me dyert mbyllura, ku theksoi se drejtori i përgjithshëm i SPAK nuk është funksionar i lartë. Kolegji zgjedhor miratoi afatet e propozuara nga Komisioni Qendror për zgjedhjet e pjesshme lokale në 5 bashki, në Vlorë, Berat, Tepelencë, Cërik dhe në Mat. Sipas afateve të reja, partitë dhe kandidatët e pavarur kanë afat regjistrohen deri më 16 tetor, ndërsa koalicioni zgjedhore deri më datë 21 tetor. Kandidatët për kryetar bashkie kanë afat regjistrimi deri më datë 24. Fushata zgjedhore për garën e 9 nëntorit do të fillojë më datën 1 dhe do të zgjasë vetëm një javë. Po sot Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve regjistroi partinë Lëvizja e Legalitetit, ndërsa më herët janë regjistruar Partia Socialiste, Lëvizja për Zhvillimin Kombëtar dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet. As kauza për drejtësi për ish luftëtarët e UÇK-s nuk e ka bërë bashkë politikën në vendin tonë, kështu në një kohë kur angazhimi nga qeveria për protestën e së premtes në Tiranë është maksimal, Partia Demokratike thotë se e mbështet protestën, por nuk do t'jetë e pranishme. Heshtje në qeverinë e Kosovës, ndërsa presidenti Osmani thotë se lufta e ushtrisë qërimtare të Kosovës ishte e drejtë. Më 17 tetor, sheshi Skënderbej do të jehojë nga thirrjet për drejtësi për ish udhëhecit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mbështetje të gjerë gjen kjo protestë nga qeveria shqiptare. Pjesë e kësaj ngjarjeje do të jetë kryeministri Edi Rama, kreu i grupit socialista Uland Balla, ministra e deputet. Kjo nuk është partijake. Kjo është kush e ka zemrën në vendin e duhur dhe kujt
i dhem sadopak për kombin, duhet të jetë të premten atje. Po, si kryetari i grupit parlamentar i kam thënë dëgjoj, mirë është që të jeni secili e vlerëson vetë. Dhe do doja shumë që t'ishin edhe kolegët e Partisë Demokratike aty. Ndonë se organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i kërkoi edhe Partisë Demokratike t'i bashkohet protestës, nga Selia Blu përgjigja është negative. Unë e di si gjithë liderët shqiptarë, pavarësisht Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, do të jenë pranishëm ditën e premte, është jashtë politike, e kanë organizuar shoqatet të dalura nga lufta e fundit e UÇK-s. Ne e konsiderojmë luftën e UÇK si një luftë çlirimtare të një populli të pushtuar. I konsiderojmë të pafajshëm krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe shpresojmë e lutemi për pafajësinë e tyre. Por ne nuk mund të jemi bashkë me kreun e narkos, që i ka futur thika pas shpinë e Kosovës sa herë që i është dhënë mundësia. Ne nuk mund të jemi bashkë me atë qeveriun e Kosovës e quajti toke askujt. Nuk mund të jemi bashkë me vëllain e Vučićit, që për makjazh të imazhit të tij anti-shqiptar tenton të përdor luftën e UÇK dhe krerët e saj. Nga qeveria në detyrë e Kosovës për momentin mbizotron heshtja, ndërkohë presidenti e Kosovës e pyetur nga mediat vendase tha se e mbështet protestën, por pa specifikuar nëse do të jetë e pranishme. Lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe agresori vetëm është Serbia, thekson Osmani. E mbështes këtë protestë dhe kam mbështetur secilën protestë të cilat thret për drejtësi. Siç e dini, Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hagë, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj dhe unë jap plotësisht të drejtë qytetarëve tonë dhe i mbështes ata sa herë ata protestojnë për të kërkuar pikërisht respektimin e këtyre standardeve. Më herët kreu i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati tha në report televizion se para shqiptarëve do të flasë ish presidenti Alfred Mojsiu, Ali Ahmeti, vet Gucati, si edhe familjarët e një dëshmori nga Shqipëria që ka rënë në tokën e Kosovës. Dhe pikërisht Hysni Gucati ditën e sotme, kreu i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në një konferencë të mbajtur në Tiranë ka bërë sërish thirrje për një mbështetje masive ndaj kësaj proteste ditën e premte që mbahet në kryeqytet dhe që mbështetet po ashtu edhe nga qeveria shqiptare. Ai kërkoi të bëhet drejtësi dhe jo politik për një proces të njëanshëm, siç e quajti, të organizuar mbi gënjeshtrat e dikmartit. Me 17 tetor të protestojmë ashtu siç na ka hije. Protesta ka karakter dhe ne thon, karakter gjithkombëtar. Ne kërkojmë drejtësi, jo politik. Ajo gjykatë është politike, ajo gjykatë është e njëanshme, është gjykatë selektive, e cila ndjek vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo gjykatë ka deviju nga rruga e drejtësisë, arsyeja është e thjeshtë. Flitet për një shtëpi të verdhë në Shqipëri që ka ekzistuar. Ndoshta shtëpia e verdhë ekziston si objekt, po jo si spitali ushtarak i kohës të vitit 99 me gënjeshtrat e dikmartit të financuar nga Rusia dhe Serbia. Të tjera informacione në vijim, Vilma Prenti, drejtoresha e kabinetit të kryetares së gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, emërohet zëvendës ministre e punëve të jashtme. Më herët Prenti ishte drejtoresha e kabinetit, kur Elisa Spiropali ishte ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Me vendim qeverie, në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave, Silda Çepe lirohet nga detyra e zëvendës ministres së jashtme. Të tjera ndryshime në qeveri, Elona Hoxha emërohet zëvendës ministre e drejtësisë dhe Klajt Karameta lirohet nga kjo detyrë. Besian Kadiu emërohet zëvendës ministër infrastrukturës e energjisë, ndërsa Fatmir Guri, profesor në Universitetin Bujqësor, u emërua zëvendës ministër i bujqësisë. Nga detyra u lirua edhe Ana Kapaj, zëvendës ministre e arsimit. Të tjera informacione në vijim e njërë pas një hapësire shumë të shkurtër publicitare. U rikthyem edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion, ndërsa në këtë momente do t'i referohemi ngjarjeve nga kronika. Ekspert italian të fushës, kirurgjisë dhe anesteziologjisë kanë arritur në përfundime alarmante pasi kanë analizuar dokumentacionin mjekësor të rastit të vdekjes së 3 vjeçarit Brian Spahiu.
Në raportin dërguar Prokurorisë së Tiranës, ekspertët kanë konkluduar se fëmia ju nënshtrua një ndërhyrje të shumëfish dentare në anestezi të përgjithshme, pa kaluar më parë në një vlerësim klinik të plot, pa u kryer testet bazë, pa një diagnostë të qartë dhe të dokumentuar në kartelën mjekësore. Qare Brians Paju do të ishte ende në jetë nëse do të ishin zbatuar të gjitha protokollet mjekësore. Ky është konkluzioni i ekspertëve italianë, të cilët kanë kryer një ekspertim të thellë për vdekjen e 3 vjeçarit i cili u nënshtrua një ndërhyrje disa orëshe për mbushjen e dhëmbëve. Sipas analizës së ardhur nga Italia, operacioni është kryer pa një diagnozë të saktë, pa indikacion të qartë për ndërhyrje kirurgjikale dhe pa vlerësim të plotë të gjendjes klinike të pacientit. Ekspertët nënvizojnë se janë anashkaluar testet e detyrueshme dhe nuk janë respektuar protokollet bazë të anestezisë për moshat pediatrike. Edhe menaxhimi post-operativ është konsideruar i papërshtatshëm, pasi fëmia është dërguar në shtëpi në gjendje përgjumje, pa u monitoruar për shenja të shkakut septik, i cili sipas vlerësimit të ekspertëve është dhe shkaku më i mundshëm i vdekjes. Hetimi mjekoligjor i bërë në Shqipëri rezultoni pa plot, pa analizat e nevojshme për të përcaktuar shkakun real të gjendjes së rënduar dhe nuk dokumenton as sterilitetin e instrumentave të përdorura gjatë ndërhyrjes. Familja e të miturit ende nuk ka marrë përgjigje të qartë për tragjedinë që i ka goditur, ndërsa ekspertët italianë sugjerojnë një hetim të thelluar dhe të pavarur për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Për ngjarjen e rëndë, Prokuroria e Tiranës ka vendosur nën akuzë 5 persona. Në arrest shtëpie janë mjeku anestezist Roland Xhaxho, vajza e tij mjeket që ka klinikën Nina Xhaxho dhe stomatologën Marta Gina. Në akuzë janë dhe 2 mjekët e mjekësisë ligjore, Elton Serrani dhe Erin Dallo, të cilët dyshohen për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Këta të fundit janë pezulluar nga detyra. Mbi 120 monopatina të cilat u sekuestruan nga policia pas vendimit për ndalimin e përkohshëm të tyre pas 30 ditësh do të jenë sërish në duart e pronarëve. Policia rrugore u tha një grupi aktivistësh që protestuan pranë komisariatit se për të tërhequr monopatinat duhet të paraqesë një vërtetim pronësie, qoftë ajo faturë blerjes. 3 ditë nga vendimi për ndalimin përkohësisht të monopatinave deri në daljen e rregullave të reja, mbi 120 mjete të tilla raportohen të bllokuara në të gjithë vendin. Vendimi kundërshtohet nga qendresa qytetare, e cila këtë të mërkur zhvilloi një protestë simbolike pranë komisariatit të policisë rrugore. Ata e cilësojnë vendimin jo korrekt të marrë një kohë të shkurtër, pa paralajmërim dhe jo përmes kanaleve zyrtare. Disa qytetarë takuan shefin e komisariatit. Do të mbahen mjetet për 30 ditë të bllokuara për shkak se gjatë kësaj periudhe do rregullohet me ligj se si do të qarkullojnë mjetet elektrike në qarkullimin rrugor. Aktivistët nuk janë kundër vendosjes së rregullave dhe standardizimit të këtyre mjeteve rrugore. Kufizimi i moshës, mund të jetë kufizimi i shpejtësisë, mund të jetë përdorimi i kaskës, po ama nuk mund të jetë kurse marrja e motomjeteve të gjithë qytetarët. Ku ishte Ministria e Brendshme, Ministria e Transportit, dogana, për të siguruar faktin që këto skutera të mos përdoren nga adoleshentë, të mos përdoren nga të rinj, të mos përdoren nga të mitur. Vendimi prek edhe bizneset private që shesin monopatina dhe pajisjet të tyre. Rastësisht duke drekuar me familjen të diele mora vesh falimentin tim. Ishte shumë e çuditshme sepse çdo sipërmarrës e ka konceptin e falimentit, po të gjithë mendojnë se vjen dal nga dal, vjen nga një arsye, vjen nga një gabim biznes, jo thjesht se po bën punën e dur, jo thjesht se po shërben. Një qytetar ju bashkua protestës për të birin Picieri, i cili pas 10 orësh punë është i detyruar të bëjë kilometra të tëra në këmbë gjatë natës për të kthyer në shtëpi në mungesë të transportit publik. Çuni tash mu po më hikën motobus e po më vjen në kam në shtëpi lodhë rreth kapit gjithë ditën 10 orë në punë kam. Monopatinat nisën të shtohen në vendin ton pas periudhës së pandemisë, me kalimin e kohës të parregulluara me ligj. Lëvizja e tyre shfaqi probleme të shumta në qarkullim. Sipas autoriteteve, vetëm gjatë vitit 2024, gati 1000 raste dëmtimesh prej tyre u raportuan te Spitali i Traumës. Ministria e Brendshme e konsideroi situatën alarmante dhe përpasoi bllokim të tyre deri në nxjerrjen e rregullave të plota për qarkullim. Një 61 vjeçar është shoqëruar ditën e sotme në polici pasi u fut në godinën e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë dhe kërcënoi me jetë drejtuesin Klajdi Meçi. Leonard Nikoli sapo hyri deklaroi se është i armatosur, kërkoi drejtorin dhe kërcënoi se do ta vriste njësoj siç u vra gjyqtari i apelit Astrid Kalaja.
Pas kallëzimit nga vetë drejtori, policia nisi dhe shoqëroi burrin, i cili mësoi se në të vërtetë nuk kishte armë me vete. Në polici, Leonard Nikolli akuzon IMT se nuk shemp një ndërtim paleje, sipas tij pranë pronës që ai ka. Ndërkohë, sipas deklarantave të drejtorit të IMT-s në polici, objekti në fjalë nuk mund të shembet deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. Partia e Lirisë propozon që TBSH-ja për produktet e shportës të ulet nga 20 në 5%. Sipas përfaqësuesve të kësaj force politike, kjo nuk është vetëm një masë ekonomike, por edhe sociale, jo për luks, por për mbijetesë. Duke sjellë në vëmendje se Shqipëria ka një prej TBSH-ve më të larta në rajon për ushimet e shportës, deputetët e Partisë së Lirisë depozituan në kuvend propozimin ligjor për ta ulur nga 20% në 5% tatimin mbi vlerën e shtuar të ushqimeve bazë. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 5% të aplikohet mbi mallrat ushqimor të shportës dhe po flasin për çmimin e bukës, për çmimin e vezës, djathit, orizin, qumshin, mishin, vajin, perimet, frutat, pra për produktet e domosdoshme në tryezën e çdo familje shqiptare. Kjo mas, thot Xhixho, në radhë të parë do t'i gjendet pranë shtresave në nevojë të shoqërisë dhe do të ketë impakt të madh social. Projektligji që ne kemi propozuar do të bëjë të mundur uljen e çmimeve për konsumatorin fundor, rritjen e aksesit në ushqime cilësore, mbështetjen e prodhimeve dhe tregtarëve vendas në formalizimin e ekonomisë, uljen e kostos jetesës dhe veçanërisht për familjet e reja. Zërimi të TBSH që kryeministri Edi Rama premtonte në 2013, thot Partia e Lirisë, për produktet e shportës, jo vetëm që nuk është bërë në 3 mandate qeverisje, por shtresat në nevojë nuk janë mbështetur as në kulmin e krizës së pandemisë, duke u lënë në mëshirë të vendimeve të bordeve, ndërsa shton se kjo mas po merret edhe në një sër vendesh të tjera, siç është edhe Italia. Në Pogradec, rrushi i vendit nuk shitet, pasi tregu dominohet nga rrushi importit, kryesisht ai që vjen nga Maqedonia, dhe mendojeni, çmimi është 4 herë më i shtrenjtë. Në tregun e qytetit të Pogradecit, aktualisht që flasim 1 kilogram me pakic i rrushit varitetit Victoria, pra rrushit të tavolinës i bardhi, tregtohet nga 1.700 deri në 2.000 lekë të vjetra. Por, nga ana tjetër, vetë prodhimi i cili vjen nga fshatrat e Pogradecit, kryesisht nga Leshnica dhe zonat e tjera, duket se nuk ka ardhur në treg edhe pse është disa herë më i lirë. Shkak është bërë se tregu i Pogradecit dominohet kryesisht nga prodhimet e ardhura nga Berati, por nuk mungojnë edhe prodhimet e ardhura nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Rrushi në treg është 4 herë më i shtrenjtë se në fermë. Ne udhëtuam drejt Leshnicës, zonë e njohur për prodhimin e kësaj kulture. Këtu fermerët janë në kulmin e punës, vjelin rrushin në vreshta dhe e grumbullojnë për verë e raki. S'ka treg, s'kemi ku shkojmë. Punojmë gjithë vitin, heqim punës sa me të mund, me ilaçe, me plera, me gjitha, kur vjen puna tash ngelemi këtu stok. Nuk na është shitur, vitet e para na është shitur. Me çmim të ulët po është shitur. Po bën këto vitet e fundit nuk është shitur, sidomos 3 vitet e fundit as 1 kile nuk kemi shitur ne si familje. Çfarë bëni? I që kemi shënë bidonat të vish në shpiton, janë bidonat plot, me raki me vera. Edhe rakia e vera nuk shkon. Çmimi i shumicës këtu në Leshnicë është 50 deri në 100 lekë për kilogram. Tregtarët nuk shfaqin interes për rrushin vendas, ndërsa fermerët flasin për vështirësitë. Ku ta gjejmë me 500 lekë japim, 500 lekë të vitra. Dhe me 500 dhe nuk vjen kush, nuk pyet njëri. A ke apo s'ke? Po pse ndoshta po të vesh në Pogradec në tregu i lirë, atje gjen me shumicë rrush të huaj. Siç ka dalë nga kontrollet me pesticide. Ndërsa rrushi jonë është bio, edhe nuk parapëlqejet. Edhe vera dhe rakia që prodhojnë në mënyrë artizanale rrezikon të mbetet stok. Ky vit ka qenë më problemesh për banorët se nuk kanë tregshitje. Pjesa dërmuese po e marrin dhe po e shtin për vete. Domethënë verë, raki, po gjithsesi po ti pyesi fshatarët, akoma kanë verën dhe rakin të pashitur të viteve të shkuara.
Tregu dominohet nga rushi i importit, ndërsa prodhuesit vendas kërkojnë ndihmë nga shteti. Shteti qeverisë që të sensibilizohet, t'i kushtoj më shumë vëmendje fshatarëve, banorëve të fshatit, se nga fshati vjen rushi, vjen molla, vjen buka, vjen çdo gjë. Të shikoj më shumë bujqësinë se sa industrinë. Është futur rush, thon, nga Maqedonia, nga Greqia, vin nga rrethet e tjera, shteti këtë të siguroj, të shitet një prodhim i fshatarit, pastaj të fut nga të doj, po të mos plotësohet tregu. Që të kemi një sigurim. Neve blejmë plera, ilaçe, të era nuk lam dot lekat e ilaçeve. Shpenzimet e rushit nuk nxjerrim dot, të prodhimeve të tëra, jo vetëm të rushit. Qarku i Korçës numëron mbi 1000 hektar me vreshta të varieteteve të ndryshme, por kryesisht shkon për industri. 10 naftëtar të Patos Marinsës kanë hyrë në grevuri, ndërsa mbështeten nga shumë të tjerë jashtë me protestë. Ata kërkojnë nga kompania Bankers Petroleum rritje të pagave, kushte më të mira të punës në fushën naftënxjerrëse. Ka nisur mëngjesin e sotëm greva e përgjithshme e punonjësve të Bankers Petroleum, të cilët për gati 3 ore janë vendosur para ambienteve të kompanisë, duke protestuar për plotësimin e kërkesave të tyre thelbësore. Ne po kërkojmë veç dinjitet, po kërkojmë buk dhe fytyr për familjet tona, sepse këta të lënë edhe pa buk, për mos patur e fytyr. Kam lidhje dhe shpirtërore me naftën, i matë ka vdekur në naftë. Vlla im sa engi do të pensionin nga nafta, 62 vjeç. Kërkojmë pozicionimin e vendeve të punës, që deri tani janë tallur me ne. Kërkojmë ngritjen e rrogës, ka 10 vjet që nuk po ngrihet. Kërkojmë inflacionin që po të marrim shembull buka para 2 vjetësh ka qenë 800 lekë. Sot është 1300. Kam arritur tek 616. Edhe është disë nivel shumë i madh i pagës. Sa do të ishte paga, sipas jush, që ta meritoni të mundin tuaj? Mendoj tek 1,5, 1,5 milion. Më pas, Këshilli Sindikal është zhvendosur në zyrat e sindikatës të sektorit hidrokarbur, ku 10 antar janë bërë pjesë e grevës së urisë, e cila do të jetë pa afat. Greva e urisë organizohet nga sindikata e sektorit hidrokarbur dhe vjen pas protestave të vazhdueshme për rritje pagash dhe përmirësim të kushteve të punës. Ne kërkojmë dinjitetin. Dinjiteti fillon që nga pagat edhe nga mënyra se si relatohen punonjësve. Deri tani punonjësit çdo kërkesë përgjigje tyre është po deshe të rini, po deshe të ikni. Grevistët shprehen të vendosur për të vijuar grevën derisa Bankers të nisë dialogun për të rritur me 18% buxhetin vjetor të pagave. Ne nuk do të dalim nga greva e urisë dhe nga greva e përgjithshme pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Naftarët tregojnë se paga mesatare është 60.000 lekë, ndërsa kërkojnë të shkojnë në 100.000 lekë në muaj. Në industrinë e rëndë të naftës duhet filloj të paktën nga minimumi të jetë 1 milion lekë të vjetra. Paga ime është 700. 2 herë që kemi pasur në thonjë za rritje page ka qenë si pasojë e revoltës. Protesta naftëtarëve në marinës të Fierit vjen në një kontekst ku Bankers Petroleum është përfshirë në një hetim nga Spaku. 14 persona, mes tyre CEO-ja i kompanisë Hongping Jiao dhe ish drejtuesi Leonida Çobo janë burgosur për mashtrim fiskal dhe shpërdorim detyre. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se kompania kineze i ka shkaktuar një dëm prej 110 milion lekësh shtetit shqiptar. Banka e Shqipërisë i kanë propozuar Ministrisë së Ekonomisë saktimin e një tavani për interesat e kredive konsumator të dhëna nga institucionet financiare jo banka. Nëse propozimi pranohet dhe bëhet pjesë e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorit, banka vlerëson se interesat do të përgjysmohen. Kredia konsumatore e marrë në institucionet jo banka pritet të kushtoj më pak xhepit të qytetarëve nëse qeveria do të pranojë një propozim të bërë nga Banka e Shqipërisë për vendosjen e një tavani për interesat. Ky propozim i bërë nga banka pritet të jetë pjesë e ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është në fazën e reflektimit të komenteve të bëra gjatë fazës së konsultimit publik. Përmes projektligjit të ri synohet të mbrohen konsumatorët nga abuzimet për produktet dhe shërbimet që ato marrin. Sipas Bankës së Shqipërisë synohet të përgjysmohen interesat për kredit konsumatore e veçanërisht
veçanërisht ato që janë në vlerë deri në 200.000 lekë. Aktualisht është Banka Qendrore që kufizon interesat e kredive konsumatore për institucionet jo banka përmes normës maksimale të interesit, rregullore që hyri në fuqi në janar të vitit 2022 dhe rishikohet çdo 6 muaj. Si rezultat i këtij vendimi, normat e interesit për kredit konsumatore deri në 200.000 lekë nga 171.4% që ishte në fillim të 2022-shit janë ulur në 62.2% në korrik të këtij viti e që do të jenë në fuqi deri në fund të 2025-s. Edhe interesat maksimale për kredite tjera me vlerë deri në 10 milion lekë janë po ashtu të ulura. Kufizimi nga Banka e Shqipërisë erdhi pas abuzimeve që këto institucione jo bankare bënin me interesat e kredive konsumatore që merrnin qytetarët për shkak të lehtësisë me të cilën e japin huan dhe që nuk kërkojnë kolateral. Norma e interesit e aplikuar nga këto institucione arrinte deri në 300% përpara se të kufizohej. Skandali i vitit të kaluar me mikrokredite përforcoi edhe më shumë domosdoshmërinë për të kufizuar interesat dhe gjobat për shkak se institucionet jo banka shpesh nuk i kanë respektuar. Në Shqipëri janë afro 15.000 persona të cilët kanë probleme me shikimin, mes tyre 265 janë fëmijë. Dita botërore e Shkopit të Bardhë, e cila ka për synim të promovojë të drejtat, barazinë dhe integrimin e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar, ishte një mundësi për ta për të ngritur zërin për shërbimet dhe mbështetjen e munguar. Me janë nuk shoh, me janë shoh e kam bëu peri. Hipertensioni do t'i rremben të shikimin Qamiletates. 62 vjeçarja nga Quksi humbi shikimin nga një sy 10 vjet më parë, por pa mundësia ekonomike për ta trajtuar e përkeqësoi gjendjen e saj. Sëmundje më pas, goditi dhe syrin tjetër. 10 vite mikullë syri tjetër nga ajo se s'kisha lekë. Jo nga shteti, me borxhin e tim. Mora 500.000 borxh si bora syna për. Në Tiranë dhe Durrës u mbajtën marshime paqësore. Qamilen e gjetëm në kryeqytet, në ditën botërore të Shkopit të Bardhë. 62 vjeçarja tregon kalvarin e vështirësive që ka kaluar, me bashkëshortin invalid dhe të ardhura minimale. Qamilja thot se parat që merr nuk i dalin as për nevojat bazike. Jam pa fëmijë, pa gjohë. Edhe nuk keni jetë kufshëm? Ju jetoni vetëm? Je vetëm me burr. Po ilaçet, ushqimet, gjërat. Hiç, barbarç. S'kam dim fare, fëmijë janë s'kam, vetëm burrin e mi ka rënë goditje. E marrëm përdore kështu me shkop. Unë s'u fej shërbim vetes time, jo atij. Të verbërit kërkojnë nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për ta, rritjen e asistencave financiare dhe mbështetje për integrimin në tregun e punës, të paktën me pagë minimale. Problematikat kryesore janë dy: autonomia në lëvizje dhe aksesi në informacion. Kërkojmë që pagesat të rishikohen, të pësojnë në vritje reale. Ne nuk është se po kërkojmë luks, ne kërkojmë që të mos jemi barë shoqërisë, por të jetojmë në mënyrë të pavarur. Po ashtu, kërkojmë që të kthehet në vëmendje infrastruktura, pasi fatkeqësisht deri më tani nuk është punuar në këtë aspekt. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në vend janë 14.925 individë verbër apo më probleme të rënda të shikimit, mes tyre 265 fëmijë. Ndërsa në Galerinë Kombëtare të Arteve vijon puna për rikonstruksionin, mbetet i hapur debati për të ardhmen e saj, nëse do të vijojë të mbetet e tillë apo do të kthehet në një muze. Drejtoresha Adela Demetja vë në dukje se vendi nuk ka ende një hapësirë tjetër shtetërore për artin bashkëkohor. Galeria Kombëtare e Arteve mendohet të jetë gati për publikun vitin që vjen. Galeria tashmë do të vijë me godinë të zgjeruar dhe me hapësira ekspozuese të dyfishuara, por nuk dihet ende nëse institucioni do të jetë një muze arti apo do të vijojë të kryej funksionet e galerisë.
Ideja është që të kthehet në një muze të arteve të bukura, por ky është akoma një diskutim i hapur, mendoj edhe me faktin që deri më para pak muajsh nuk ka pasur drejtor, kështu që ka munguar besoj dhe një figurë që ta lehtësoj këtë debat. Mendoj më mirë që do ishte që institucioni të ishte më fleksibël dhe mos të kalonte në statusin muze, sepse e bën atë diçka të ngurtë. Dhe në momentin kur neve ende nuk kemi një hapësirë tjetër shtetërore për artin bashkohor. Punimet për rikonstruksionin e galerisë kanë nisur në vitin 2021. Adela Demetja, drejtore e galerisë dhe e paragrua në këtë pozicion, thot për Report TV se fokusi është jo vetëm zgjerimi fizik i galerisë, por edhe ai konceptual, duke përditësuar institucionin me një koleksion që reflekton artin bashkohor shqiptar pas viteve 90. Fondi i galerisë është pasuruar shumë pak pas viteve 90 dhe jo me një koncept të qartë. Nuk do të mungojnë në këtë institucion edhe figurat të cilat nuk jemi mësuar të shikojmë brenda këtyre institucioneve ose që nuk është dhënë rëndësia e dur, në veçanti artisteve gra, që është edhe një nga fokuset e punës time kuratoriale, por edhe artist më të ri të skenës së pavarur. Puna për linjën e ekspozimit të koleksionit po kryhet në bashkëpunim me Suzana Varvaricën dhe Ermir Hoxhën, ndërkohë që po punohet edhe me digitalizimin e dosjeve të artistëve dhe me rishikimin e të gjithë inventarëve të institucionit. Në fundin e Galerisë Kombëtare të Arteve ruhen rreth 4800 vepra. Një tjetër pikë e rëndësishme janë dhe bashkëpunimet ndërkombëtare dhe fusha e studimit, kurimit dhe kryerjes së konferencave, që sipas Demetjas i ka munguar institucionit gjatë viteve të fundit. Ishte gjithçka e përgatitur nga Departamenti i Informacionit për edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion. Ju ftoj të mos largoheni, nga ne më njëherë pas hapësirës publicitare do të jeni me Denis Mingën dhe Repolitics. Shikim të këndshëm bashkë, mirupafshim.